se si ndjen të tjerët, nuk mund të flas. Unë mund të them me kë isha unë garë. Dhe në garë isha me Partinë Socialiste 1, dhe unë mund t'ju them targetin time. Kjo është fatkeqësia pra që përfundove ngarë me Eurida Tabakon. Po mirë, kështu ta mendojnë tjerët fatkeqësi. Po në numërim ma përfunduat, se kjo është e vërtet. Dakord jam unë, po ai emocioni votës, kush kalonte në avantazh, kush do ta marrë vendin në parlament. Garë është ajo në vetvete. Më lejoni t'ju them, ndoshta për ata pak që se kanë kuptuar që unë emocionet nuk i vuj shumë. Nuk jam as tip emocional, as nuk ftofem, as nuk nxehem kollaj, i kam shumë qeta gjëra. Kam targetet e mia. Në radh parë, një target ishte 2 fish vota në krahasim me një deputet tjetër, kandidat për deputet tjetër, se s'mund të ndajshe dot me këtë sistem zgjedhor. Besoj kjo u arrit. Dhe targeti tjetër ishte të kapërceja votat e kandidatit për kryeministër, njëkohësisht kryetar Partia 221 të Partisë Demokratike, i cili aso kohë mori 16.145 vota, mos gaboj, dhe unë përfundova 18.125 vota. Pra unë kam ato që janë objektiva, personale dhe të skuadrës time. Me një fushat, besoj e keni vënë re low cost, me një fushat të qartë qytetare, duke shku dhe duke bërë, duke ju tregu shumë qartë, bëhet kjo gjë. Është e bëshme. Nuk ka nevojë për shifra astronomike, nuk ka nevojë të bësh çuditëra, nuk ka nevojë për skuadra madhore, nuk ka nevojë për konsulent të çfarë do lloj tipi, nuk ka nevojë për media të mëdha që trigamra, nuk ka nevojë për oligark, bëhet. Po bëhet me njerëzit e dur. Patjetër. Po pra. Këtu që doj Partia Demokratike, për këtë përgjegjësi po flisja unë dhe po ju pyesja, që duhet të marrë. Diskutuar që në 12 mars. Kjo lloj përgjegjësia unë nuk besoj që ju e bëni pasi të njiheni mirë me shifra, me letra, dhe nuk e keni paraprakisht. Lejoni t'ju jap. Unë kam detyrë në radh parë të udhëheq me shembull. Dikush ndoshta nuk e besonte që mund të bënte. Pra kur e kemi bërë këto diskutime 12 mars, se ka qenë mbledhje e Këshillit Kombëtar. Në 12 mars Këshilli Kombëtar ka bërë diskutime shumë të nxehta. Unë nuk e di a i keni ndjekur apo jo, se ne i kemi të hapura, ne flasim, dalin media në rrjetet sociale, nuk ka ndonjë problem kena. Ka pas zoti Murrizu një diskutim shumë, një debat shumë të fortë. Për shembull, jam miku im, kolegu im, kështu që nuk ka asnjë problem dhe besoj edhe ai është shumë i hapur ndaj mediave për të thënë të vërtetë, nuk e kemi problem si Parti Demokratike. Ai e thot gjithmonë. Eksakt, nuk e kemi fare problem. Pra çfarë është thënë me 12 mars, është thënë është e hapur, është transparente, është për mediat, qëndrimet e me radhë. Megjithatë, dikush mund mos ta besonte me 12 mars që kjo mund të bëjë realitet me 11 maj me të vërtetë. Sepse tashti kemi dhe provat. Ja pra që bëhet. Ja që është e mundur. Që do të thotë herës tjetër që mblidhemi, ne kemi dhe të dhënat në tavolinë, prandaj duhen të dhënat, prandaj duhen shifra, prandaj duhen arritjet dhe i tregohet një rrugë se si bëhet kjo punë. Atyre që ndoshta nuk e besonin me 12 mars. Njëkohësisht duke i kërkuar dhe përgjegjësi atyre që nga krau tjetër morën vendimet përkatëse më përpara, sepse këtë unë jam antar i Këshillit Kombëtar. Pra në Këshillin Kombëtar ne këtë bëjmë. Nuk jam antar kryesie që të them të flas në forumin e kryesisë apo të flas në emër të kryesisë. Mund të flas si antar i Këshillit Kombëtar dhe këtë e bëj pas një lloj ngurrimi. Po ka rrugë të cilat nuk u eksploruan. Ndoshta nuk u besuan, ndoshta nuk u pranuan, ndoshta ishin hera parë që ndodhte një diçka e tillë, ishte një fenomen. Ndoshta. Kjo është pjesë patjetër e diskutimit që do bëhet, po do bëhet pas kësaj dite, nuk mund të bëhet dot sot kjo. Pse? Sepse ka shumë realitete. Kjo mund ndodhi, ndoshta mund të jetë vërtet për Tiranën, por mund mos jetë vërtet për shembull për Elbasanin, mund mos jetë vërtet për Korçën, për Lezhën e Merat. Pra kur të marrim vendime, ne marrim shkallë makro, se është shkallë partijake. Dhe jo detyrimisht në shkallë mikro, pra në shkallë individuale kandidatësh. Janë shumë e rëndësishme të kuptoj që çdo sferë e vogël ndodhet brenda një sfere shumë të madhe. Tani t'ju bëj një pyetje, nuk e di a e keni ndjekur, një reagim të fortë të njërës prej kandidatëve për Tiranën, që nuk arriti do të merrte mandatin, Adriana Kalaja. Për Eurida Tabakun, e keni ndjekur? Jo, ma thonë. Jo, që e akuzoi publikisht se votat ja ka siguruar Edi Rama me oligarkët dhe këtë e din të gjithë. Ajo ishte thjesht sudja. Dhe qëllimi i saj bashkë me Ramën, sipas zonjës Kalaja, pra i zonjës Tabaku, ishte që të poshtëronte Sali Berishën dhe me projekcion për të marrë Partinë Demokratike. Po, rrjetet sociale, media, besoj... Jo, ka bërë deklarat publike. Po, kështu që media i bjen. Po, është deklarat në rrjetet saj sociale.
Po, të gjithë janë antarë të Këshillit Kombëtar, emrat që u përmendën dhe besoj unë do ta diskutojmë dhe aty brenda kur ne të mblidhem. Nuk di se çfarë diskutimi specifik i drejtohet, duhet ja bëni pyetje zonën Kalaja, unë e di njoft për aktivistë dhe për njerëz që i bën drejt çështje, nuk është se i shkon rrethrodhu, kështu e njoh unë avokaten. Po pra, drejt, po a vlen kjo që të nis sulmi ndaj më të votuarve tani më? Nuk e di, nevojitet ta pyesni ato, nuk mund të përgjigjem për dikë tjetër. Unë mund t'ju them, ka nisur një luftë brenda llojet, po themi. Po ky sistem elektoral patjetër që e bën këtë, pse ke pse mendoni ju se s'ka nisur, edhe më keq është atje. Madje atje u detyru ndërhyu Edi Rama, u ndërhyu i dha urdhër mos merrni pamjet filmike. Dakor, do të kaloj të po. Tjetër, se nëse bëjmë këtë, ne themi ke dëshirë, do t'i shohësh. Mendon se ka diçka që shkon, po merri, çfarë problemi ka? Ti lejon institucioni. S'ka asnjë problem. Shumë demokrat kanë nisur të artikulojnë dhe të kërkojnë dorëheqjen e Sali Berishës. Po, është qëndrim. Komentoni ju këtë. Keni gjë për thënë për këtë? Analizë dhe më pas vendimarrje. Mund të shkoj kjo vendimarrje dhe me dorëheqjen e Berishës? Nëse vendos kryesia me kryetarin, po aty është aty. Se ne jemi gjithë njerëz të lirë. Opozita është vullnetarizëm. Kryetari nuk vendos ndonjëherë se si nuk vendos ndonjëherë. Po ata vendosin, kush vendos? Po tani ata janë njerëz deputet që i vendosi Berisha në listë dhe ata tani nuk do dalin kundër Berishës. Të gjithë sytë e publikut janë që këtë akt ta bëj ndonjë si puna juaj që keni të gjithë pavarësinë mundshme për shkak të atij rezultati. Po, vendimet dhe qëndrimet. Integritetin e dur ta bëni. Vendimet dhe qëndrimet i marrin forumet përkatëse, që u takojnë vendimet dhe qëndrimet përkatëse. Për sa më përket mua personalisht, unë po ju them, mbaron procesi, bëhet analiza. Nëse ndjekim prapë këtë burokracinë, përfundojmë prapë si rezultati 11 majit. Unë mendoj që një riformatim patjetër nevojitet. Kështu e mendoj unë. Në çfarë shkallë dhe në çfarë gjërësie dhe çfarë numri e tjerë, kjo unë besoj dhe jetë objekt i diskutimit ndezur, po që nuk besoj se do ndodhi para vjeshtës. Po pse apo janë pushime? Sepse të tilla janë proceset, po ja, të tilla janë procese. Nëse ne ndërkohë flasim që unë ja thash pak më parë që njëkohësisht po hecet puna me raportin e OSBE-Odirit, se është paraprak ky, do bëhet përfundimtar. Dhe hec paralel analiza, sepse ky shkon edhe ushqen raportin përfundimtar të OSBE-Odirit, të gjitha energjitë janë të fokusuar me këtu tani. Dhe mbase analize mblidhet dhe forumet përkatëse. Pra kryesi përpara Këshilli Kombëtar dhe nëse nevojitet kuvend kombëtar, pra e tillë është piramida, dhe merren vendimet përkatëse dhe duke ditur kohët e reagimit të këtyre punëve, kjo besoj që do jetë diku afër vjeshtës. Jo afër vjeshtës, por në vjesht. Mendoj unë që do jetë kjo kohë dhe riformatimi patjetër që nevojitet. Pra, analiza duhet në çdo rast, edhe nëse fiton. Analiza duhet në çdo rast, sepse edhe kur fiton, ka disa njerëz që kanë punuar më pak, e disa njerëz që kanë punuar shumë, gjithmonë ndodh kjo. Po kur humb, patjetër që duhet bërë. Çfarë do lloj kushtesh që qofshin. Dhe a mund të ishte bërë më mirë? Kjo është pyetja. Pra, a mund të bënim më po, patjetër që mund të bënim më mirë. S'ka asnjë diskutim. Mjafton dalim dhe të pyesim njerëz. Pra, po u shkopute nga terreni, po u shkopute nga ajo që unë quaj demokracia drejt për drejt, demokraci nga poshtë lart, patjetër që mund të bësh gabime, se nuk e fort i qartë se ku qëndron dhe çfarë nevojash ka terreni dhe si do të përfaqësohet. Dhe si rrjedhoi automatikisht ka privilegjin përkatës kryesia e Partisë Demokratike, e kam thënë këtë që në fillim, njëkohësisht ka dhe përgjegjësinë për marrjen e vendimeve që bën. Pra, nëse merr vendime të mira, duart trokitet, i themi bravo. Nëse s'ka marrë vendimet e mira, automatikisht i kërkojmë përgjegjësitë përkatëse. Por në çfarë shkallë të vjen formatimi? Pra, riformimi, ti vjen një emër si ta doni ribërja, rifreskimi, hapja, çfarë do lloj termi ti vendosim, unë nuk mendoj që këto kohë do ndodhin dot përpara vjeshtës. Keni pasur ju komunikim me zotin Berisha që patjetër. Pas 11 majit, ndoshta një, po themi urim për rezultatin që keni marrë, se di. Po, patjetër. Kemi komunikuar qoftë me rrugë telefonike, qoftë me rrugë personale ballë për ballë. Çfarë ju ka thënë? Apo thjesht urim? Shifrat flasin vet. Un kam qejf të komunikoj, ju thash, unë nuk jam tip emocional. Nuk kam qenë për shumë kohë, kështu që nuk un komunikoj përmes votës. Ky është komunikimi im kryesor. Pra mbështetja nga njerëzit është
kuantifikohet përmes votës. Këtë proces kemi, këtë sistem kemi, ne nuk është se kemi sondazhe me radhë, kemi votën. Po patjetër, ju keni dëgjuar vetë doktor Berishën ka dhënë deklarata personale, mediatike dhe është shprehur shumë qartë, kështu që tash nuk do flasun për veten. Po në finalizimin e numërimit votave nuk më dhe një përgjigje me Jorita Tabakun. Kush ishte pyetja? Po, të pyeta çfarë shkëmbyhet me njëri tjetrin. Njëri e mori mandatin, njëri se mori. Nuk keni kontaktuar pas rezultatit. Okej. Se në fakt më duket sikur s'po e marr përgjigjen këtu, si nuk keni kontaktuar se kërcet pak. Çfarë çudie ka këtu? Domethënë as e ke uruar as të ka thënë gjë. Ne kemi folur në telefon për të rënë dakord për këtë intervistë kur dhe ku apo jo. Ky është të kontaktosh përmes mesazhit apo telefonatës, kjo gjë s'ka ndodhur. Okej, në rregull. Tani nuk e di sa më i qartë se kaq mund të jetë. Në rregull, s'kemi komunikuar, në rregull se menduam dy njerëzit më të votuar mund të jenë me një qasje tjetër, domethënë. Po besoj ju e keni të qartë rrugtimin politik timin dhe zonjës Tabaku, cilët nuk është se erdhën nga një pikë dhe shkuam dhe garuam bashkë, po ka qenë konvergent. Pra ajo është nisur nga një drejtim tjetër, unë jam nisur nga një drejtim tjetër. Dhe kemi konverguar që kemi shkuar aty pak a shumë kokë me votat, po kjo s'do të thotë që ka qenë udhëtim i përbashkët. Pas këtij rezultati, e ke më të qartë panoramën e ambicjes tënde të objektivit radhës, apo akoma nuk ke një projekcion të qartë? Pyetja është shumë e bukur. Unë vazhdoj qëndroj fort ke pjesa që pa një analizë të brendshme të qartë nuk merren vendime, por ç'është më e rëndësishme, kjo nuk është thelbësorja kjo. Ç'është më e rëndësishme dhe është thelbësore, është çfarë nevojitet dhe çfarë kërkojnë njerëzit. Pra, ata çfarë mendimi kanë. Se në fund fare, unë ju them 100 herë do ja them, nuk lodhem fare. Unë besoj që demokracia nga poshtë lart. Pra, përfaqësimi është për njerëzit dhe ku ata mendojnë se duhet garuar, unë mendoj se atje duhet shkojnë kuajt e betejës. Po ka nga ata njerëz, për shembull, unë kam dëgjuar vetë, që të shohin se jo në kryet PD-s. Ka të tjerë që të shohin si një kandidaturë e radhës për kryebashkiak të Tiranës, për shembull. Po, pyetja. Cila nga këto mund të ishte më afër objektivit, dëshirës, ambicjes tënde? Po, varet nga dy elemente. Varet përsëri vetë nga njerëzit, që do të thotë kush është prevalenca, pra sa është numri i njerëzve që kërkon, cila është përqindja, nuk janë kaq matematik gjërat, se bëjmë shumë matematik. Vje keq, po unë jam shumë analitik. Kjo është natyra ime. Po dakor, jemi shumë konkret. Atëherë do i bëj analizat vetëm ke kokaime, mos t'ju them, i bi që unë s'po ju them të vërtetën. Jo, po mirë, po e bëj pyetje ndryshe. Cila nga këto të dyja për shembull është më e mundshme në të ardhmen e afërt, është më realizueshme? Po se mund zgjedhjet për 2 vjet janë zgjedhjet. Zgjedhjet bashkiake të 2027-s. Parakoshme pastaj është gjë tjetër, po. Zgjedhjet bashkiake të 2027-s për referendum. Po. Ndërsa analiza e PD-s. Po, shumë mirë. Duhet bërë tani afër. Që të kemi të qartë. Mund të ketë ndryshim kryetari, kështu që të afërta quhen këto. Jo. Që të dyja relativisht. Për mua nuk është afër 2 vjet. Po kjo tjetra është më e afërt për shembull. Është e rëndësishme që ne të bim dakord këtë terma 2 vjet, atëherë po jo përgjigjem për 2 vjet, se pastaj afërt apo e largët dikush mund ta mendojë që është e largët, dikush e mesme, dikush e afërt.